A bond armatosur nuk ja arrin në përballë me shtetin e drejtë të Republikës Kosovës. Kosova ka ngallënyer në ballafaqim me kriminalet e të gjitha llojeve dhe përkundrejt agresioneve, sulmeve e provokimeve të Serbisë. Unë falenderoj shumë policinë e Kosovës për patriotizëm e për profesionalizëm. Siguri do të thotë edhe ushtria, prandaj do të investojmë 1 miliard euro në mandatin e ardhshëm. I kemi mbi 40 sisteme të ndryshme të armatimit, 3 lloj dronave, dronat Bayraktar edhe dronat Skydagger për Turqisë, i kena dronat Puma për Amerikës e lloji 4 të dronave do t'jenë made in Kosova me fabrik prodhimi në Kosovë. Do t'a kemi fabrikën e municionit, i kena heq tavonin prej 5.000 pjesëtorëve, po ashtu e kena ngrit moshën prej 23 në 25 vjeç, kur mund të inkuadrohen 3-at e trit në FSK, dhe gjithashtu do t'a kemi edhe rezervën vullnetare për të gjithë ata që janë të interesuar të kontribuojnë në sigurinë dhe në mbrojtjen e integritetit territorial, sovranitetit shtetëror, paqes së sigurisë të dheut tonë dashur Republikës Kosovës. Por siguria e merr kuptimin nga begatia. Buxhetin e kena gjetë 2.4 miliard, si vjet 3.6, vitin ardhshëm 4 miliard, ekonominë e kena gjetë 7 miliard, si vjet është 11 miliard, bruto produkti vendor vitin ardhshëm bëhet 12 miliard, për çdo vit ja kena shtu ka 1 miliard ekonomisë tonë, e ata para neve 3 vjet u deshke për 1 miliard, pra për rritje ekonomike na jena 3 fish më shpejt se ata. Kjo rritje ekonomike i ka rrit bizneset, e ka rrit punësimin. 350.000 kanë qenë punësum pranverë në vitin 2021, sot që po vlasin janë 435.000 punësum, 85.000 punësum ma shumë, që i bjen diq ma shumë se 6 stadiume Fadil Vogrit mbushuna për plot. Njëzet e 3.303 prej moshës 18 dhe 29 vjeç janë punësu në 16.500 ndërmarrje me programin Superpuna për trit. Do t'a bëjmë edhe Superpuna për gratë. Çdo grua, çdo i ri, çdo e re që hyn punë në ndërmarrje private në vitin e ardhshëm prej verës e tutje, kur e bëjmë pagën minimale nga një korrigu 500 euro, do të mund t'i marrë për 6 muaj
500 euro bonus kudo që punon. Do ta dyfishojmë buxhetin e bursave për studentët që studiojnë më larg do të mbështeten më shumë, do të arrisim rendimentin e bujqve tonë e 120.000 fermer, bujqe blektor, i kena mbështet me 300 milion euro, sepse duam që gjithë një më shumë të kemi begati e te bujqësia kjo i vjen. Sa më shumë buk në sofrën tonë nga toka jonë. Para ardhjes tonë qeverisje të dashur qytetarët Vitis, prej 11 terminaleve doganore të Kosovës, veç një terminal ka qenë i shtetit, 10 po të privatizu këta. Tash janë 8 të shtetit, edhe ato 3 mbetuna të privati, bohën shtetin, bohën publike në pranverën e vitit arshëm. Prej vitit arshëm, filloj me pagën e 13 për shërbysit publik, dhe ajo në fillim të vitit. Jo paga e 13 e muaj 12, po paga e 13 në fillim vitit, në shkurt ose në mars. Dhe vendimi tjetër që do të marrim, veteranët e ushtrisë shqiptare të Kosovës nuk do të kenë më nevojë që ta zgjedhin o punësimin o beneficionin, do t'i kenë edhe punësimin edhe beneficionin. Në listën tonë të përbashkët, me Partinë Shqiptare Demokristjane, këtu e kemi Zef Morinën, edhe me Partinë Guxo të Donika Gërvalla Shvarc, edhe me Partinë Alternativa të Mimoza Kusarit. I kemi gjithsej 110 kandidat, se cili është më i mirë se tjetri, kur shkoni me votu të dielën, në flet votim, mas pari një gjashtë. E mas anej, votoni edhe 10 kandidat, në mesin atyre 110-ve, ty i keni këtu nga Vitia, e keni Arsim Ademin, e keni edhe doktorin Farush Xhepin, ish dekan i fakultetit të studimeve islame. Pra, jemi bërë gjithë bashkë, gjitha fetë, gjitha moshat, gjitha vendbanimet, gjitha profesionet, për një fitore rekord edhe më të madhe se me nënë shkur. Prandaj ju lutëm, punoni për çdo orë ditë natë dhe votoni në mëngjes, votoni paradite, ashtu që në mbrëmje, parafërsisht në këtë kohë të dielën, të festojmë të nëshesh fitoren e Vitis, fitoren e vetëvendosjes, fitoren e Republikës Kosovës, të qeverisë tonë tuaj, fitoren e Kombit Shqiptar në Dhënë. Faleminderit shumë për krejt mbështetjen e përkrahjen e solidaritetin e ndihmën që na keni dhënë. Miru pafshim në aktivitetet të bime tjera, natën e mirë, ju duam fort, mos shoni pe! Albini!